Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë në shpjegimin e librit shumë të dobishëm të Zuhdit të Ahmed ibn Hanbelit, Allahu më shëroft. Kemi mbet tek hadithi numër 132. Këtë hadith transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili tregon që profeti alayhis salam ka hyrë tek një djalë i ri që po vdiste. Kjo na jep një mësim që vdekja mund t'i vijë edhe triut, jo vetëm vjetrit. Dhe i tha, çfarë i tha këtij triut, si e gjende veten. Ai tha, shpresoj te Allahu dhe friksohem nga mëkatet e mia. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, këto të dyja nuk bashkohen në zemrën e një robit në një gjendje të tillë, përveç se Allahu i jep atij atë që shpreson dhe e mbron nga ajo që friksohet. Pra, shikoni, prej këtij hadithi mund të marrim disa mësime. I pari është që ne duhet të mbajmë balancë midis shpresës dhe frikës. Pra, kur ardh profeti alayhis salam te ky i ri, e ka pyet se çfarë gjendje je? Ai ka thonë, unë e shpresoj Allahun, domethënë e shpresoj mëshirën e tij dhe friksohem nga mëkatet e mia. Dhe tash i shkojmë te mësimi i dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur je në kësaj gjendje, çka do të shpreson Allahu ka me ta jep. Çka do të friksohesh, Allahu ka me të siguru prej asaj. Për këtë arsye, këta gjithmonë e përmendin dietarët që ne duhet të mbajmë balancë midis shpresës e frikës. Sepse teprimi në shpresë të çon në rrugë të gabuara. Ai që shpreson shumë, pastaj mund ta merr rrugën e gabuar, rrugën e mëkateve. Po edhe frika e tepërt pa shpresë, edhe mund ta bëjë njeriu në ekstrem. Zakonisht ata që bën ekstrem është që kanë frikën më të madhe se sa shpresën. Prandaj balanci kërkohet. Shembull për balans ka në çdo gjë. Deri edhe ajrin që e thithum, ajri është midis o treshët edhe o nyshët. Pra oksigjeni është 2 molekula të ajrit. Po të kishin qenë 3 molekula, do të na kishte ngulfat. Po të kishte qenë 1 molekul, o ne, nuk do të kishme pas mundësi më ngop me ajër dhe do të kishme vdek. Kështu që balanci. Ngjajshëm është edhe rrotat e makinës. Nëse një rrotë ja hek, makina nuk do të ecë, do të devijoj ose do të sillet me një vend. Ashtu edhe njeriu nëse nuk bën balans midis shpresës edhe frikës. Shpresa dhe frika janë dy cilësi që duhet të bashkëjetojnë në zemrën e besimtarit, veçanërisht në momenteve dimtare si vdekja. Këtu edhe pse duken dy fuqi të kundërta, këto mund të bashkohen në zemër. Se zemra është me të vërtetë një krijesë e çuditshme, mund t'i bashkojë gjëra që janë të kundërta. Sepse nuk është faktikisht materiale çështja e shpirtit. Mund t'i bashkoj edhe shpresën e frikën. Edhe nuk është problem i bashkë. Shpreson me një aspekt, friksohesh me një aspekt. Prandaj duhet besimtari të bashkëjetoj me dyat. Dhe ky hadith na mëson që kombinimi me shpresën e mëshirës e Allahut dhe me frikën nga mëkatet, Allahu t'i plotson dyat. Allahu t'i plotson dyat. Domthonë edhe ta jep ata që shpreson, edhe të ruan për asaj që friksohesh. Edhe prej mësime të tjera që kemi në këtë hadith është edhe lehtësimi i vizitimit të smurit. Pra, me i vizitu të smurit është një vepër shumë e mirë dhe shumë madhështore që ta kujton botën tjetër. Se profeti alayhis salam në një hadith tjetër ka thonë, vizitoni të smurit dhe përcjellni xhenazet, ato ja u kujtojnë vdekjen. Dhe kujtimi i vdekjes është prej gjërave që më së shumti ndikon në shëndetin e zemrës. Se kjo është arsyeja kur ta shikosh pse ne mësojmë zuhdin, është për të arritur shëndetin e zemrës. Dhe kjo ndikon në shëndetin e zemrës. Vizita e smurit.
ta kujton që dia vlerën shëndetit që ki. Ne vetëm nëse shkojmë në spital, edhe shohim sa njeri lënduar, sa njeri mungon shëndeti, kjo padyshim se do të ndikoj pozitivisht te këtë që të jesh më falendërues ndaj begative të Allahut Madhëshëm. Hadithi i radhës po ashtu nga Enesi, i cili tregon që një burr erdhi te profeti alayhis salam dhe tha: "Dua të udhtoj andaj më pajis." Më pajis o i dërguar i Allahut. Ai nuk e ka pas fjalën me pajis me gjëra materiale, por se me lutje. Dhe çfarë i tha profeti alayhis salam? I tha: "Allahu të pajist me devotshmëri." Ai personi tha: "Më shto." Ai tha: "Dhe ta fal mëkatin tënd." Pastaj ai personi tha: "Të japi prindrit e mi, jemi i dashur për mua se prindrit e mi. Shto ende." Ai u përgjigj: "Dhe ta leçoj për ty të mirën kudo që të jesh." Dhe me të vërtet, në këtë lutje profetike ka shumë mësime, subhanallah. Ky njeriu ka vendosur me marrë një udhë gjatë. Dhe sidomos në kohët e marrshme rrugët e gjata kanë qenë shumë të vështira dhe kanë qenë rrezik për jetë. Njeriu që ka udhëtuar në kohët e marrshme ka qenë rrezik mos më u kthy më. Kanë bolam të mirë. Dhe çush i përgjigjet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij personi kur thotë: "Më pajis o i dërguar i Allahut." Ai thotë: "Allahu të pajist me devotshmëri." Devotshmëria është pajisja më e mirë. Është, si me thonë, mjeti më i mirë i udhëtimit. Edhe shoqëruesi më i mirë. Për këtë arsye Allahu i Madhëshëm për devotshmërinë thotë: "Ja bani Adama, kad anzalna aleikum libasa." O bejtë Ademit, ne ju kemi zbrit ju e rroba, që mi mbrojt vendet tuaja turpshme dhe si zbukurim. Dhe rroba më mirë është devotshmëria. Edhe Allah i Madhëshëm thot për devotshmërinë: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Përgatituni për udhtim, pajisni për udhtim, mirë po dini që pajisja më mirë është devotshmëria. Se ti kur je në udhtim dhe je i devotshëm, ti pikëspari nuk merr udhtimet këqija. Se ka njerëz që marrin udhtime për të bërë gjëra të ndaluara. Kur ti je i pajis me devotshmëri nuk merr rrugë të gabuara. Pastaj edhe kur ta marrësh rrugën e duhur nuk bën gabime gjatë rrugës. Se mundet njeriu gjatë udhtimit me bë shkelje ndaj të tjerëve, dëmtim të tjerëve. Dhe kështu që devotshmëria të pushton dy aspekte, edhe ta mundson me zgjedh rrugën e mirë, me pas qëllimin e mirë në udhtim, po edhe gjatë udhtimit mos me bë shkelje edhe dëmtime. Për këtë arsye ka thonë Allahu të pajis me devotshmëri. Do të pash parasysh Zotin kudo që të jesh. Ju tutsh Allahut kudo që je. Ju ruajsh ndalesa e tij kudo që je. E lutja e dytë i tha, kur i thaj më shto, tha dhe ta fal mëkatin tënd. Dhe këto dy gjëra bashkohen në disa vende. Allahu i Madhëshëm thot me një vend: "Huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira." Allahu është i denjë që të jetë për ata që tregojnë dashmëri ndaj tij dhe gjithashtu i denjë për falje. Pra Allahu që e don prej neve është ka dashmërinë dhe që të na falë neve gabimet, të bëjmë istikfar. Pastaj në ajet tjetër thotë: "Fastaqimu ilayhi wastaghfiru." Zoti juaj është një, andaj përmbani atij dhe kërkoni falje prej tij. Dashmërinë ti smundesh me pas të plot. Ki me pas mangësi. E me kërkim të faljes e plotson atë mangësinë që të ka mbet prej dashmërisë. Për këtë arsye lutja e dytë i tha: "Dhe ta falt mëkatin tënd." Se ti kur je i pastër prej mëkate nuk të kapin ndëshkime. Mund me do sprova, po ju në dëshkime të Allah. Allah nuk i ndëshkan ata të cilët janë të falt. Dhe së treti kur i tha, atë i tha: "Ti je më i dashur për mua se prindërit e mi, ose flofsha për ty prindërit e mi." E kanë thonë disa prej sahabëve këtë. Edhe këtu e kemi një mësim që pejgamberi duhet mi dashur më shumë se prindërit. Se ata janë prindër shpirtëror.
prindi kujdeset për ty për ushqim dhe pije. Kurse pejgambert kujdesen për mirëqenien tonë shpirtërore. E na e dim që shpirti është shumë më rëndësi se trupi. Pra pejgambert janë kujdes për lumturinë tonë në këtë botë dhe shpëtimin tonë në botën tjetër. Për këtë arsye sahabët e gjejmë që shpesh kanë thonë, do një farfur me oj dërguar Allah, na dojmë ty më shumë se prindërit tonë, edhe imi në gjendje, edhe mi fliu prindërit tonë për ty, edhe pse kjo normal se s'kërkohet, por se qas që kanë shpreh dashuri ndaj tij. Dhe treta lutje që ka thënë dhe ta lehtësof ty hajrin kudo që të jesh. Se njeriu mund të jetë i devotshëm. Në kuptimin që më u largu ndalesave. Dhe mund t'i ketë mëkatet e falja. Pra nuk e ndodh ndonjë fatkeqësi gjatë udhimit. Mirë po mundet me pas hajrin shumë të vështirësuar. Veprimin e veprat mira mund ta ketë shumë të vështirë. Aleikum selam ato. Sidomos gjatë udhimit mund ta ketë shumë të vështirë. Sepse udhimin në vetën e tij është i vështirë dhe mund të vështirësohen veprat e mira gjatë udhimit. Për këtë arsye tha, u lut për ta, Allahu ta lehtësoft hajrin, ta lehtësoft mirësinë kudo që të jesh. Edhe këtë ka nevojë për ta çdo udhëtar, që të lehtësohet hajri. Në veçanti në udhtim, por edhe në vendbanim. Prandaj shikoni, kjo lutje është sunet më ia thon nëse dikush merr udhtim, më lut Allahu që më jap 3 gjëra. Devotshmëri, më ia fal gjunaat dhe më ia lehtësu hajrin kudo qoftë. Hadithi i radhës i 134 subhanallahu kam sim madhështor në ta. Pasha Zotin e qabës, në këtë hadith kam sim shumë të madh. Profeti alayhis salam thotë: "Rubba ash'atha aghbar." Sa njerëz të shpupuritur. Çka i bën shpupuritur? A din të kush presh? A keni dëgjuar këtë fjalë shqipe? Lodhen të raskapet të parregullum, si qaravesh në farforme. Po sa njeriu i shpupuritur, i pluhrosur, që kanë vesh 2 rroba të vjetra ose të konsumuara, të cilëve nuk u kushtohet rëndësi. Don ata njerëz kur të shohin tjerë ikin prej tyre, nuk u kushtojnë rëndësi. Por nëse do të bënin betim mbi Allahun, ai me siguri do t'u plotësonte ata. Pra ka njerëz të tillë të cilët në pamje të jashtme duken shumë jo komod. Duken sikur me qenë barbar ose s'di që shumë me qenë ai shprehje. Duken shumë thjesht. Mirë po që ata njerëz, nëse i betojnë Allahut, Allah jam ban betim. Sikur po të jep mësim që ky hadith që keni kujdes. Mos po sillni keq me këta njerëz, se ka ndodhur vendet, sidomos në vendet lidhje mesme, ka njerëz palla kanë rastis, njeri që punon pastrues në përkant atë brëllogut, që është hafuz i Kuranit. Subhanallah. E imagjinoj ti më bë pa drejt atij. E imagjinoj ai më lut kundër teje. Ndoshta bashkëaj është prej atyre që nëse i betohet Allahut, Allah ja mban ata. Dhe me vërtet, personalisht në Medinë kam rastis njerëz të tillë, shumë devotshëm. Edhe pse gjithkohën e kanë thënë gjëra trona, që u kanë punë aty në durët e tyre super të vrashta, rroba të vrashta, mirë po njerëz devotshëm. Njerëz shumë devotshëm. Dhe normalisht apo na nxit kjo që mu bani çashtu? Jo, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë çashtu i shpupuritur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bashku midis bukurisë shpirtërore edhe trupore. Kjo është më e mira. Ti më qartë. Më e mira është edhe me pas bukuri shpirtërore edhe trupore, siç ashtu ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po kur të vjen puna, i kemi 2 njerëz. Njëri komod edhe luksoz, tjetri i shpupuritur. Po ky luksozi
nuk është i devotshëm. Ky është i devotshëm, kujt duhet mi dhanë përparësi? Këtij shpopëriturit. Sa është një hadith tjetër, edhe ky është shumë interesant që e përforcon këtë, se shikoni hadithet janë harmoni njëra me tjetrën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një rast vjen një person në xhami edhe i thot një shoqërues i tij, i thot çka ta merr mendja për çet person. Ai shumë luksoz me rroba të mira, i bukur, i krehtë, gjithçka. Thotë i dërguar e Allahut kë nëse ndërmjetësoni për anu ndërmjetësimi. Nëse kërkon ndonjë vajzë më njëherë e martojnë. Edhe ajo është i respektuar. Hesht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një person tjetër ai kështu i shpopuritur. E tha, çka mendon ti për këtë? Ai personi thot, ky i dërguar e Allahut nuk i pranon ndërmjetësimin. Me kërku nuse nuk e martojnë. Edhe nuk ka respekt, nuk respektohet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, krejt bota mu mbush me ata të parin nuk vlen sa një prej këtyre tek Allahu. Krejt bota mu mbush me qasi njerëz luksozet kret, nuk vlen sa një prej këtyre të shpopuriturve. Prandaj shikoni njerëzën këtë kohë, si ta shojnë dikon komod dhe luksoz, e respektojnë, e nderojnë në send, a nuk e dinë që bashkë ai njeri ka mundësi që është i zbrast. I zbrast prej dëshmërisë, i zbrast prej dijes dobishme, dhe ai s'ka vlerë as pak tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe krejt bota mu mbush të tillë nuk vlen tek Allahu sa një i tillë që ai devotshëm edhe pse në pamje të jashtme mundet mu dokt jo komod. Ky hadith na mëson se vlera e njeriu te Allahu nuk matet me pamje jashtme, pasjen materiale apo statusin shoqëror. Ka besimtar të thjesht, të varfër, të pavëmendur nga bota, por zemrat e tyre janë kaq të sinqerta sa që nëse betojnë në emër të Allahut, betimi i tyre u përmbushet. Dhe në këtë hadith pejgamberi alayhis salam e përmend një gjë. Thotë prej këtyre personave është El-Bara ibn Ma'rur. El-Bara ibn Ma'rur. Thotë prej këtyre personave. Gjithë që tregon që pejgamberi alayhis salam ka treguar çaj person ja ka dhënë shembull që me pas parasysh njeri që është shumë i thjesht, shumë jo komod, por se i ka të cilësi. Ja ka dhënë shembull një person me emër, mbi emër, se ai është prej tyre. Hadith numër 135 nga Jabir ibn Samura, ai thot më duket sikur po i shoh dy gishtat e profetit alayhis salatu wassalam, don gishti tregues dhe ai që vjen mas tij, pra këta dy gishta, se si i ka bashku, ndërkohë ka thënë unë dhe Kiameti jemi dërguar si këta dy. Unë jam i dërguar me Kiametin si këta dy. Shikoni sa afër njëri tjetrit janë këta dy gishta. Dhe kjo tregon që shenja e parë e Kiametit është vetë dërgimi i Muhamedit alayhis salam. Se nuk ka pas mundësi me ndodh Kiameti mas Isës alayhis salam. Ka në pamundshme me ndodh Kiameti pa ardhur dhe Muhamedit alayhis salam. Ose në kohën e Nuhit s'ka pas mundësi me ndodh Kiameti pa ardhur Ibrahimit, pa ardhur Musa, pa ardhur pejgambert me radhë. Mirë, po kur erdh pejgamberi fundit, Muhamedi alayhis salam, mos ka pejgamber. S'ka pejgamber, edhe Kiametin nuk dihet kur ka menduar. Mesa ajo që dihet që pjesa më e madhe e historisë njerëzimit ka shku. Tash ka mbet një pjesë më e vogël. Dhe prej kësaj ka dobi shumëta, njëra prej dobi është që pejgamberi alayhis salam ka përdor edhe shenja për mi eduku njerëz. Ai siç thot bu'ithtu mualliman muyassira. Unë jam dërguar si mësues dhe lehtësues. Pra ka përdor ndonjëherë vizatime, ndonjëherë shenja, ndonjëherë shembuj, përmendni ata personin, shembull. Ka përdor metoda ndryshme vetëm sa më mësu njerëz me eduku. Në këtë rast i ka përdor shenja. Pra diçka që ty të ngolitet mendja. Kur unë të kallëzoj ty me gishta,
këtë ngolitet mendje. Është më afërt që ta mbajsh mend. Ky simbolizim vizual i dy gishta të afruar është një mënyrë e fuqishme për të transmetuar urgjencën e përgatitjes për botën tjetër. Po kjo ta jep dyqysh, ta jep një alarm që urgjentisht përgatitu për botën tjetër. Urgjentisht se erdh kiameti. Përgatitu, mos flej. Dhe këtë mësim duhet ta kemi parasysh. Hadithi radhës nga Aisha radiallahu anha thot, aja ka qenë edhe është nana e besimtarëve. Me të vërtetë detyrinë që ka pas Aisha, shumica e burra nuk e kanë. Dhe aja ka qenë mësuese e besimtarëve, ashtu siç nana kujdeset për fëmijët që me mësu çdo gjë të mirë, edhe ashtu Aisha radiallahu anha kujdes. Edhe me një rast ka nxjerr sahabëve edhe teshat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka unë qëre që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vesht. Dhe ja ka nxjerr një izar, që është pjesa e poshtme, pjesa e poshtme, thotë ka qenë një izar i vrasht nga ato që bëheshin në Yemen. Dhe një kesa, do në pjesë e përme, një rrobë, nga ato që ju e quani el mulebbede, do në të leshta, trasha, së të mbushura, pasaj tha, i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam vdesh me këto dy rroba. Pra dy rroba as pak domon komode. Timin kanë qenë vrashta dhe kanë qenë domon mbi këto dy rroba i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka ndrujet. Pse se ka zgjedhë thjeshtësinë. A para se mu bë pejgamber u kanë tregtar, shumë i pasur. Kur u bë pejgamber u bë shumë i thjeshtë. Bilen Medina ka pas mundësinë luksin më të madh me përjetu se u bë hec shteti. Për çka e ka zgjedhë thjeshtësinë, edhe pse ka pas mundësi. E që kjo është mas interesante, ka një thjesht kur ki mundësi mu bë luksoz. Hadithi radhës nga njëri prej transmetuesve thot arrita në Medinë dhe nuk e njehja askënd aty. Si duket për herë të parë ka orë në Medinë, nuk e ka njoft askënd aty. Thot ne na jepe çdo ditë një mud që i bjen 750 gram dikun hurma, si me thonë një grusht. Çdo ditë na ka dhënë një grusht hurme për me mbejt gjallë. Për çdo 2 persona, edhe ata plus për 2 persona atë hurme. Një ditë thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam na fali namazin si imam. Ndërsa po falej, dikush nga pas ti e thirri me zë të lartë dhe i tha: O i dërguari i Allahut, hurmat na kanë djegur barkun. Sa ato hurmat e Arabisë që mirën direkt prej palmës, ato shumë të shkaktojnë djegjen në stomak. E kanë një farë nxehtësie të jashtëzakonshme. Edhe personalisht vetë kam provu hurme që kanë rau prej kalaveshit, që kanë rau në tokë, një djegje të jashtëzakonshme të lukthit. Përsa ata e ka përdorur nga një herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë djegjen e ka largu me pjepën. Ka një pjepën jashtë i ftoftë, hurme jashtë e nxehtë. Dhe i ftoftë i këtij e largon zetin atij. Mirë po, jo gjithmonë kam pas pjepën. Dhe çka më thot, te ku anku njëri prej besimtarëve atë kohë ka thonë, na u djegën barqet prej hurme. Dhe rrobat tona, rrobat holla prej leshit të ashpër, na janë shqyer tërësisht. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam doli mbajti një hutbë e lavdroi dhe falendroi Allahun, pastaj tha: Pasha Allahun, sikur të kisha misht dhe buk për ju, do t'ju ushqeja me ta. Por do të vi patjetër një kohë, kur në mëngjes do t'ju sillen juve enë të mëdha plot me ushqim. Dhe po ashtu në mbrëmje, dhe do të vesh një rroba të tilla si perdet e qabës. Subhanallah. Shikane, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguari i Allahut. Ku ka mujt me ditë?
Në thashën këtë kohë po e përjetojmë qëta, po ka me ardhë koha. Ju që po anë kanë, po ka me ardhë koha që kanë më pru endë plot mushta me ushqim. A nuk kemi duke e përjetu këta. Endë plota dhe sa ushqimi hedhet. Po thëtë dhe robat e ju e kanë me qenë si perdet e qabës. Do në roba shumë luksoze. Me vija, me gjërat ndryshme. Dhe qëfar? Sahabët pyetën, o i dërguar Allahut, a jemi ne sot më mirë, apo ata që do t'jenë atë ditë? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, ju sot jeni më të mirë, se sa do t'jeni ju në atë ditë. Ju sot jeni më të mirë, se sa do t'jeni ju atë ditë. Në 2 herë e përsërit. Dhe pasaj thot, do të arrini në atë gjendje, sa që disa prej jush do t'u apresin qafën disave të tjerëve. Pra që këtë luksi kam e nëzit juve që mi mshu njën e tjetërit në qafë. Kjo me vërtet ka ndodhë. Edhe lufta civile, po edhe në rafshin kolektiv, po edhe në rafshin individual. Pra, kjo hadith për në mësën neve që ata sahabë janë konë më të mirë. Edhe pse janë konë me asket, me pak ushqim, me pak rroba shumë thjeshta. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë sikur të kisha pas ushqim edhe mish, ju kisha ushqyer. Por se ajo që e marrëm mësim këtu është që të kemi kujdes dhe të mos na mashtroj luksi i kësaj bote. Të mos na nxit që ne të kemi natë aq shumë një me tjetër, ndërsa që ai natë të çan brasi. Se i natë çan në shumë gjëra. Prej zilis, prej sharjes, prej fyrjes, prej deri në fund edhe në vrasje i çan disa persona. E ku ja fillon një natë? Ja fillon prej garimit në luks. Në vend se me garun vepra të mira. Dhe hadithi fundit për sot, nga Ebu Salihu, ta freskojmë në fund me këtë hadith. Ebu Salihu, kur e komentan fjallën Allahut, vë mi zëgjëhu min tesnim. Kur fol Allah i madhëshëm për pirjen e banorëve të xhenetit. Thot, pija e tyre do tjetë prej tesnimit të përzirë. Kjo është në surën El-Mutaffifin. Innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki muttaki'un ta'rifu fi wujuhihim nadrat an-na'im. Në të vërtet, robërit e mirë janë në begati. Pra në xhenet atje ka begati, ka luks, ka komoditet, atje është vendi i luksit plot. Alel araiki muttakiun, kanë me qenë të ullur në për koltuqe shumë mira. Ta'rifu fi wujuhim nadrat an-na'im. Në fytyrat e tyre e dallon atë shkëlqimin e begatisë. Nadrat an-na'im, yusqawna min rahiqin makhtum. Do t'ju epet që të pinë prej nektarit të volosur. Khitamuhu misk. Fundi i asaj pije është parfym. Keni pa ju në këtë botë së ne pinti parfymin. Ama atje është edhe uji që del për tokës xhenetit është në fund me parfym. Wa mizajjuhu min tasnim. Edhe ai uji përzihet me tesnim. Që këtë tesnimi është uji më i mirë i xhenetit. Se tesnimi bjen një ujë që vjen prej naltit. A ki pa dhe në këtë botë ujë më i mirë është ujë që vjen prej naltit, prej bjeshkëve të poshtë, që është ujë më i mirë. Edhe vlerësu, edhe me analiza. Po tash imagjinaj apo vjen prej nalt xhenetit ai ujë, tesnimi. Tash Allah këtu po fol për këta njerëz e anës së djathtë. Këta thot e kanë ujin e përzim me tesnim. Po tani thot ajna i yashrabu biha al-muqarrabun. Kurse ata që janë të afërt me Allahun, ata e kanë krejt ujin tesnim, se kanë përzim heq.
Ata e kanë shumë të sinqert me Allahun, nuk janë përzifart me gjunahe sene, edhe kështu që ata e pinë ujin e tesnimit të kullum, të papërzim. Kurse këta të anës djathtë se dy lloj banor xhenetit i ki të afërtit mukarrabun edhe ashabul yamin. Që shi ndonë Allah këta grupe në surën El Waqia, ata që janë shumë të afërt me Allahun, edhe ata që janë anës djathtë. Dy të janë xhenet, po luksi dallon xhenet. Këta të afërmit e pinë tesnimin të kullum. Aja është uji më i mirë i xhenetit. Aja është pija më e mirë e xhenetit. E pinë tamam. Kurse këta të anës djathtë e pinë me përzirje. Po përzirje me pije tjera të xhenetit. Edhe aja është e mirë, edhe aja është shumë e shishme, padyshim, mirë po këta që janë mundu më shumë për Allahun, padyshim që marrin derime më të larta edhe në xhenet. Pra kja ishte përfundimi me mes kësiç thuhet për sot dhe mësimet madhështore që i marrim prej kësaj ligjërate është fillimisht ekuilibri shpirtëror, që patëm të shprejse, majta balansit midis shprejse e frikës, e murëm thjeshtësinë, njeriu edhe kur t'jeni pasur, me ka një thjesht, kjo shumë gjë e lavdrueshme, dhe shpërblimi i Allahut në xhenet është shumë i madh për besimtarët, që ka mendja askuj si ka shku, e që ka syni nuk ka pa dhe që ka veshin nuk ka dëgju. Lusim Allahun madhëshëm që gjithëve me na mësu xhenetin, kopshtet e tij të larta, firdausin e tij, dhe me na mbrojt nga zjarri dhe me na dhon të mira në këtë dunja dhe në ahiret. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.